fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 1 Korintasve 10:27. Dhe në qoftë se ndonjë jo besimtar ju fton dhe ju doni të shkoni, hani çdo gjë që t'u vihet përpara, pa bërë pyetje për shkak të ndërgjegjes. 1 Korintasve 10:31. Pra, nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndisë. 1 Korintasve 10:33. Sikurse edhe unë vetë përpiqem t'u pëlqej të gjithëve në çdo gjë, nuk kërkoj përfitimin tim, por të shumtëve që të shpëtohen. 1 Korintasve 11:1. Më imitoni mua, ashtu si unë jam imituesi i Krishtit. 1 Korintasve 11:28. Por secili të shqyrtoj vetveten dhe kështu të hajë nga buka e të pijë nga kupa. 1 Korintasve 11:33. Prandaj, o vëllezërit e mi, kur mblidheni për të ngrënë, pritni njëri tjetrin. 1 Korintasve 12:31. Por kërkoni me zemër të zjarrt dhuntit më të mira, dhe unë do t'ju tregoj një udhë shumë më të lartë. 1 Korintasve 14:1. Kërkoni dashurinë dhe lypni me zemër të zjarrt dhuntit frymërore, por sidomos që të mund të profetizoni. 1 Korintasve 14:12. Kështu edhe ju, mbasi doni fort të keni dhunti frymërore, kërkoni që t'i keni të bollshme për ndërtimin e kishës. 1 Korintasve 14:13. Prandaj ai që flet një gjuhë tjetër, le të lutet që të mund ta interpretojë. 1 Korintasve 14:20. Vëllezër, mos u bëni kalamaj nga mendja, por bëhuni foshnjë për të ligën dhe burra të pjekur nga mendja. 1 Korintasve 14:26. Ç'duhet bërë, pra, o vëllezër? Kur të mblidheni, secili nga ju ka një psalm, një mësim, fjalim në gjuhë tjetër, zbulesë, interpretim, çdo gjë le të bëhet për ndërtim. 1 Korintasve 14:27. Nëse ndonjë flet në gjuhë tjetër, le të bëhet kjo nga 2 a më të shumtën 3 vetë dhe njëri pas tjetrit, dhe një le të interpretojë.
1 Korintasve 14:28. Por nëse nuk ka interpretues, le të hesht në kish dhe le të flas me veten e tij dhe me Perëndin. 1 Korintasve 14:29. Le të flasin 2 a 3 profet dhe të tjerët të gjykojnë. 1 Korintasve 14:30. Por nëse ka një zbules ndonjë tjetër që rri ulur, le të hesht i pari. 1 Korintasve 14:34. Gratë tuaja të heshtin në kish, sepse nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen, sikurse thot edhe ligji. 1 Korintasve 14:39. Prandaj, o vëllezër të mi, kërkoni me zemër të zjarrt të profetizoni dhe mos ndaloni të flasin në gjuhra. 1 Korintasve 14:40. Por të gjitha të bëhen sikur ka hije dhe me rregullsi. 1 Korintasve 15:34. Zgjohuni për drejtësinë dhe mos mëkatoni, sepse disa nga ju nuk e njohin Perëndin, për turpin tuaj po ua them. 1 Korintasve 15:58. Prandaj, o vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të fortë dhe të patundur, duke tepruar për herë në veprën e Zotit, duke e ditur se mundi juaj nuk është i kot në Zotin. 1 Korintasve 16:13. Rini zgjuar, qëndroni të palëkundshëm në besim, silluni si burrat, jini të fortë. 1 Korintasve 16:14. Dhe çdo gjë që bëni, ta bëni me dashuri. 1 Korintasve 16:16. Ju bëj thirrje që t'u nënshtroheni edhe ju atyreve dhe kujtdo që punon dhe mundohet në punën tonë të përbashkët. 2 Korintasve 1:11. Me ndihmën tuaj me anë të lutjeve për ne, që shumë njerëz të falenderojnë për dhuntinë e hirit që do të na jepet me anë të lutjeve të shumë njerëzve. 2 Korintasve 2:8. Todėl aš prašau jūs parodyti jam meilę. 2 Korintasve 5:20. Ne, pra, bëhemi lajmtar për Krishtin, sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh, dhe ne ju këshillojmë juve për hir të Krishtit, paqtohuni me Perëndin. 2 Korintasve 6:13. Por në shkëmbim po ju flas si fëmijëve, bëhuni të gjerë edhe ju. 2 Korintasve 7:1. Duke i pasur këto premtime, o të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe e frymës dhe ta përfundojmë shenjtërimin tonë në druajtjen e Perëndisë. 2 Korintasve 8:11. Tani përfundojeni edhe bërjen që, ashtu si që dëshira për të dëshiruar, kështu të jetë edhe për ta përfunduar sipas mundësive që keni. 2 Korintasve 10:17. Ai që lëvdohet, le të lëvdohet në Zotin. 2 Korintasve 13:5. Analizoni veten tuaj o jeni e në besim, provoni veten tuaj. A thua nuk e njihni vetveten se Jezu Krishti eshatej e në ju. Dhe, e në kofshi, te i prieshtuar.
Galatasve 5:13. Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por me dashuri t'i shërbeni njëri tjetrit. Galatasve 5:14. Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë të vetme, duaj të afërmin tënd por si vetveten. Galatasve 5:15. Sepse nëse ju kafshoni dhe hani njëri tjetrin, ruhuni mos prisheni njëri nga tjetri. Galatasve 5:16. Dhe unë them, ecni sipas frymës dhe nuk do ta përmbushni dëshirat e mishit. Galatasve 6:1. Vëllezër, në qoftë se dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, lartësojeni me frymë butësie. Por ki kujdes veten tënde, se mos tundohesh edhe ti. Galatasve 6:2. Mbani barët e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. Galatasve 6:4. Dhe secili të analizoj veprën e tij dhe atëherë do të ketë arsye të mburret vetëm për veten e tij dhe jo lidhur me tjetrin. Galatasve 6:5. Sepse secili do të mbaj barën e vet. Galatasve 6:6. Ai që merr mësim në fjalën, le ta bëj pjesëtar të gjitha të mirave të tij atë që e mëson. Efesianëve 4:1. Unë, pra, i burgosuri për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni denjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirrët. Efesianëve 4:2. Sepse secili do të mbaj barën e vet. Efesianëve 4:3. Duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Efesianëve 4:15. Por, duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu, Krishti. Efesianëve 4:23. Dhe të përtëriteni në frymën e mendjes suaj. Efesianëve 4:24. Dhe të visheni me njeriun e ri, të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe shenjtërinë e së vërtetës. Efesianëve 4:25. Prandaj, duke e lënë mënjan gënjeshtrën, secili t'i thotë të vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyr njëri me tjetrin. Efesianëve 4:27. Dhe mos i jepni vend djallit. Efesianëve 4:28. Ai që vite, le të mos vjedh më, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë t'i jap diçka atij që ka nevojë. Efesianëve 4:29. Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës, që t'u jap hir atyre që dëgjojnë. Efesianëve 4:32.
por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Efesja 9:5-1. Bëhuni pra imitues të Perëndisë si bij shumë të dashur. Efesja 9:5-2. Edhe ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne, si ofertë e flijim Perëndisë, si një parfumer mirë. Efesja 9:5-4. As pandershmëri, as të folur pa mend dhe të përqeshur, të cilat nuk kanë hije, por më tepër të ketë falënderime. Efesja 9:5-6. Askush të mos ju gënjej me fjalë të kota, sepse, për shkak të këtyre gjërave, vjen zemërimi i Perëndisë mbi bijtë e mosbindjes. Efesja 9:5-8. Sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin, ecni, pra, si bijtë të dritës. Efesja 9:5-10. Duke provuar çfarë është e pranueshme për Perëndin. Efesja 9:5-11. Dhe mos merrni pjesë në punët e pafryqme të errësirës, por më tepër t'i qortoni. Efesja 9:5-15. Kujdesuni, pra, që të ecni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të mençurit. Efesja 9:5-16. Duke e shfrytësuar kohën, sepse ditët janë të mbrapshta. Efesja 9:5-17. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia. Efesja 9:5-18. Dhe mos u dehni me verë në të cilën ka shthurje, por mbushuni me frymë. Efesja 9:5-19. Duke i folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj. Efesja 9:5-20. Duke e falënderuar vazhdimisht për çdo gjë Perëndin dhe Atin, në emër të Zotit ton Jezu Krisht. Efesja 9:5-21. Nënshtrohuni njëri tjetrit në druajtjen e Krishtit. Efesja 9:5-22. Ju, gratë, nënshtrohuni burrave tuaj por si Zotit. Efesja 9:5-24. Ashtu si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet t'i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Efesja 9:5-25. Ju, burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të. Efesja 9:5-28. Kështu burrat duhet t'i duan gratë e veta por si trupat e tyre, kush do gruan e vet do vetveten. Efesja 9:5-33. Por secili nga ju kështu ta doj gruan e vet sikurse e do veten e vet,
dhe po kështu gruaja ta respektoj burrin. Efesianëve 6:1. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Efesianëve 6:2. Ndero baban tënd dhe nënën tënde, ky është urdhërimi i parë me premtim. Efesianëve 6:4. Dhe ju, etër, mos provokoni për zemërim fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshill të Zotit. Efesianëve 6:5. Ju, shërbëtor, bindjuni zotërinjve tuaj sipas mishit me druajtje dhe dridhje, në thjeshtësinë e zemrës suaj, por si Krishtit. Efesianëve 6:6. Duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtor të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndisë me zemër. Efesianëve 6:7. Duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit. Efesianëve 6:11. Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit. Efesianëve 6:13. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni më këmbë pasi t'i keni kryer çdo gjë. Efesianëve 6:14. Qëndroni, pra, të fortë, duke patur në i brezin e së vërtetës, të veshur me parsmoren e drejtësisë. Efesianëve 6:15. Dhe duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes. Efesianëve 6:16. Mbi të gjitha, duke marrë mbrojtjen e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të ligut. Efesianëve 6:17. Merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Efesianëve 6:18. Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi në frymën, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Efesianëve 6:19. Dhe edhe për mua, që kur të hap gojën time, të më jepet të flas lirësisht për ta bërë të njohur misterin e ungjillit. Filipianëve 2:2. Atëherë bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Filipianëve 2:3. Mos bëni asgjë për rivalitet as për mendje madhësi, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten. Filipianëve 2:4. Mos mendoj secili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Filipianëve 2:5. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin. Filipianëve 2:12. Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje.
Filipianëve 2:14. Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Filipianëve 2:18. Po ashtu edhe ju gëzohuni dhe ngazëllohuni me mua. Filipianëve 3:1. Së fundi, o vëllezërit e mi, gëzohuni në Zotin. Për mua nuk është e rëndë t'ju shkruaj të njëjtat gjëra, po për ju është siguri. Filipianëve 3:2. Ruhuni nga qenë, ruhuni nga punëtorët e këqij, ruhuni nga të prerët. Filipianëve 3:17. Bëhuni imituesit e mi, vëllezër, dhe vëreni ata që ecin kështu, sipas shembullin që keni në ne. Filipianëve 4:1. Prandaj, o vëllezër të dashur dhe fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin, o shumë të dashur. Filipianëve 4:2. Bëj thirrje e vodis, bëj thirrje gjithashtu sintikës, të jenë të një mendje në Zotin. Filipianëve 4:3. Të lutem edhe ty, shok i vërtet, ndihmoj ato që kanë luftuar me mua në Ungjil, edhe me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e të cilëve janë në librin e jetës. Filipianëve 4:4. Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni. Filipianëve 4:5. Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit, Zoti është afër.